është 30, po ashtu edhe Amir Rahmani, Mërgim Vojvoda, Lart Pasharada janë nga 29 vjeç. A është ky shansi i fundit i kësaj gjenerate që të bëj diçka të shënoj histori me Kosovën? Po, mendoj që është shansi i fundit dhe ne kemi prit shumë nga këta lejtarë, kemi prit ndoshta që të kualifikohemi, sidomos në ndeshjen me Maqedoninë, ku do ta kujtojmë për herë, për shkak se ke shumë mundësinë e artë për të kualifikuar. Mendoj që me këtë trenerin aktual Foda dhe me lejtarët të cilët i kemi në sulm, mendoj që përvoja e tyre, këtyre që i përmendet ti, do t'ju ndihmoj jashtëzakonisht shumë që Kosova të realizoj ëndrrën e saj që të kualifikohet për një kampionat botëror apo evropian, edhe pse për nga forma disa nga lejtarët të cilët i përmende kanë rënë nga forma, nuk janë në formën që kanë qenë dikur, si Valen Berisha, Arber Zëneli, i cili më nuk poftohet, edhe ai ka qenë lejtari kryesor, pastaj Fidan Aliti ka rënë nga forma, kemi edhe rastin e Florent Hadrxhonaj, po ashtu edhe ky ka rënë nga forma, mendoj që trajneri duhet të mendoj në të ardhmen që të gjej lejtarë të cilët mund t'i zëvendësojnë këta lejtarë. Është tifozëria lejtari shtesë që do ta kenë Dardanët nesër 13.000 tifozë priten të marrin pjesë në Fadil Vokri? Çfarë roli duhet ta luajnë tifozët që shkojnë nesër në stadium? Unë po mendoj që nëse stadiumi Fadil Vokri do të kishte kapacitet prej 25 apo 30.000 shikues, do të ishte i stërmbushur sepse për pak orë janë shitur të gjitha biletat për këtë ndeshje dhe interesimi është i jashtëzakonshëm edhe në tregun e zi, por është vështirë të gjesh bileta. Mendoj që Dardanët do ta ndihmojnë shumë kombëtarën e Kosovës edhe stadiumi Fadil Vokri, stadiumi tik. A ke parashikime për rezultatin potencial që ta ndajmë si video ndoshta nesër kur ta diskutojmë ndeshjen pasi që të përfundoj? Mendoj duke po entuziazmin të cilin e pash sot tek lejtarët, edhe lejtarët po e kujtojnë ndeshjen në Bukuresht të cilin e humbëm 2-0, por nuk e humbëm se luajtëm dobët, por dihet për çfarë arsye. Mendoj që kombëtarja e Kosovës do të shënojë një fitore 2-0. 2-0. 2-0. Dhe Ecuria Tutje, kundërshtarët e tjerë që e presin ligën e kombeve? Mandej kundërshtarët e tjerë nuk janë kundërshtarë shumë të fuqishëm si Romania, pres që në ato ndeshje Kosova të shënoj fitore dhe kështu ta mbyll grupin si lider, sepse e pam një kundërshtarë si Armenia në ndeshjen e parë të Fodës debutuese, arriti Foda që ta mposhtë Armenin, kështu që mendoj që kundërshtarët tjerë nuk janë kundërshtarë të cilët mund të krahasohen me cilësinë të cilën e kanë lejtarët tanë. Wilber, faleminderit shumë për këto shpjegime. Do të jemi edhe nesër së bashku, ndoshta nga një ambient i hapur për ta komentuar rezultatin final. Po besoj që nesër do të kemi një lidhje direkte nga stadiumi Fadil Vokri në Prishtinë dhe po shpresojmë që do të fitojmë. Nëse nuk fitojmë, mos më merr fare në telefon. Shpresojmë për rezultate të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do të ndajmë tani pak kohë për temat virale të ditës, si çdo edicion tjetër. Ministrja e Punëve të jashtme e Finlandës Elina Valtonten në mëngjes ka ardhur për vizitë në Kosovë. Takimi i parë i saj ishte në Ministrinë e Punëve të Jashtme me homologën e saj kosovare Donika Gërvalla. Por informatat e para që ajo ja dha mysafires ishin për skelet e vendosura për shkak të punimeve në objektin e MPS. E një zyrtar policor ka marrë vëmendjen gjatë ditës së sotme derisa është filmuar duke ndjekur një qytetar. Ai po i kalonte një pengesë, kurse polici është rrëzuar, megjithatë i njëjti nuk u ndal në asnjë moment në ndjekje të këtij personi. Ndjekim pak sekonda.
Emisionin e përmbyllim me një fotografi nga varrezat e fshatit Ranoc të Klinës, ku është parë një moment tipik shqiptar. Kleriku katolik Dom Benzymi po mbante varrimin në nënës së vet, kur tek varrezat vjen një hoxh i një fshati pak larg Klinës për t'i shprehur ngushëllime. Dëshmitarët treguan se hoxha i ri u drejtua Dom Benit me fjalët: "Jemi vëllezër dhe jemi krijesa të Zotit, prandaj nuk mund të rrija pa ardhur tek vëllai jemi krishter", për t'i shprehur ngushëllime për humbjen e nënës. Dom Beni në meshën e shenjtë për shpirtin e nënës së tij e falenderoi publikisht hoxhën. Tregimi dhe fotoja në këtë rast janë huazuar nga Lesh Gjin Prengaj. Shikues të nderuar, kaq kishim për sonte në emisionin Kompas. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programet e ATV-s. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje. Të shohim se ku do të na dërgojë nesër busulla e ATV-s. Natën e mirë.